Seanca për pyetje nga deputetët e opozitës dhe përgjigje nga pushteti në kuvend u shndrua në një fushë betejë se kush fajsonte dhe akuzonte më shumë dhe të tjerët që shfaqsonin veten. Kryefjala e gjithë seancës ishte tragjedia në Koçan, veprimet që ishin bërë dhe që nuk ishin bërë, dhe përgjegjësia nga ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski. Në seancë u konfrontuan deputeti i Frontit Evropian dhe kryeministri Kristian Mickoski. Begjeti pyeti kryeministrin se me çfarë kompetenca ka thënë se do ju kap përveshje dhe do ju nxjerr para drejtësisë. Unë nuk di se dikush nga prokuroria tha përveshje do t'i nxjerrim dhe do të përgjigjen. Atëherë bërnja edhe publikisht rolin e prokurorit. Aha, a vje po të koj nadležnosti za uši që i pleqete? Koji? Zakonët vi gidava ili koji zakon? Vaši od zakon. To është vaši od zakon vova država, ne zakonit e ustavot. Begjeti akuzoi kryeministrin për ndërhyrje, siç tha ai, të pashembullt në gjyqësor dhe tha se ka shpallur fajësi pa e pritur mendimin e ekspertëve. Referuar arrestimit të bashkëpartiakut të tyre ish ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshit, ndërsa Mickosi kujtoi se që nga viti 2008 ekonomia udhëhiqet nga ministrat e BDI-s. Nga viti 2008, ministrat e ekonomisë kanë qenë pa ndërprer propozimet të BDI-s. Nëse shihet se ky klub ka nisur të funksionojë, përsëri ministri ka qenë i BDI-s, derisa ka ekzistuar ky klub, ministër ka qenë i BDI-s. Shtrohet pyetja, kush i ka nënshkruar dhe kush i ka dhënë këto dokumente? Atje qëndron me autorizim të ministrit, dikush edhe vetë i ka nënshkruar. Për këtë e lëm që ta tregoj hetuesia. Ndërkohë, deputeti i LSDM-s Milet Alevski kërkoi përgjegjësi nga MPB se pse nuk ka të arrestuar zyrtar aktual policor dhe inspektor për tragjedinë në Koçan, që natën e kopshme kanë qenë në kujdestari. Deri tani, asnjë komandant, inspektor ose funksionar më i lartë i MPB-s nga sektori për punë të brendshme Koçan, Shtyp edhe të BSP-s, të cilët kur ka ndodhur ngjarja kanë qenë në funksion, kurse nuk është në mesin e të arrestuarve ose të përfshirë në hetim, edhe pse më 16 mars ata kanë qenë kujdestar dhe kanë pasur obligim ligjor që të veprojnë natën e tragjedisë. Ndërsa ministri i Brendshëm Toshkovski u përgjigj se për dallim nga udhëheqësia e kaluar që nuk kanë kërkuar përgjegjësi për tragjeditë që kanë ndodhur në vitet e fundit, ato tani kanë arrestuar edhe personat e LSDM-s, BDI-s, por edhe të VMRO-s. A e dini sa kallëzime penale kanë ngritur MPB dhe kundërsa njerëzve për spitalin modular? 0. Për fatkeqësinë që ndodhi në Bullgari, në kohën tuaj, 0. Për fatkeqësinë në Llaskars, 0. Tani MPB për rastin në Koçan kanë ngritur 2 kallëzime penale kundër 34 personave, prej të cilëve 31 janë në Burg dhe po aty ka anëtarë të LSDM-s, të VMRO-s dhe të BDI-s. Edhe deputeti i Levicës Dimitar Apasieve pyeti kryeministrin se deri kur do të mbrojë kuadrot e tyre të korruptuara, ndërsa i kujtoi Mickosit se si ai e mbronte kryetarin e komunës së Koçanit, ndërsa 2 ditë më vonë ai dha dorëheqje.